Libri që kam në dorë, Musine Kokalari Një yllësi, është volumi I parë I një kolane që e ka përgatitur studiuesi Uran Butka dhe që për herë të parë nxjerr të plot në dritë jetën dhe veprën e kësaj gruaje, e kësaj mendimtareje të pashojq në historinë e letrave dhe të politikës shqiptare. Kam kënaqësinë që në një grush librash të kem studiuesin Uran Butka, mirë se vini. Keni qëmtuar foto, dëshmi, mirafaqe dokumente, por edhe mirafaqe nga vepra e Musines për të sjellë të parin e ndoshta 7 volumeve nga vepra e plot e kësaj gruaje të jashtëzakonshme. Është e vërtet, madje e kam filluar studimin, hulumtimin dhe studimin e veprës së saj qysh në vitin 1992, kur u ndruan sistemet, sepse ajo ishte e dënuar nga sistemi komunist. Kështu që fillova të kërkoj dokumenta, të hulumtoj nëpër arkivat brenda dhe jashtë Shqipërisë, sidomos në Itali, ku ajo kishte studiuar. Dhe madje, duke qenë dhe deputet, kam mbajtur edhe një kumtesë në Parlamentin Shqiptar të asaj kohe, në gusht të vitit 1993, me deputetët, në mënyrë që edhe ata ta merrin mesazhin e Musine Kokalarit dhe ta njihnin, sepse ishte një figurë shumë madhore, po edhe politikane. Mandej vit pas viti kam studiuar derisa arrita te ky libër ose ky studim, që është gjithë përfshirës për gjithë jetën, veprimtarinë dhe veprën e saj të jashtëzakonshme. Ju e quani në studimin tuaj Musinen shëmbylltyrën e bukurisë, muzën, lirisë, qëndresës, drejtësimit dhe amshimit, dhe mbi të gjitha një yllësi. Mendoj që është një përcaktim I saktë, sepse ajo duke qenë si thatë ju një figurë shumë dimensionale, shumë planshe, duke qenë se është edhe shkrimtarja e parë shqiptare, duke qenë se është studiuese, publiciste, veprimtare e të drejtave të njeriu dhe sidomos të femrës shqiptare dhe më gjerë, mandej edhe politikane, kritike, studiuese e letërsisë, po ashtu edhe njëkohësisht themeluese e Partisë Social-Demokrate Shqiptare, që ishte një parti, si thuash, një rrugë e mesme, midis ballit kombëtar dhe partive të djatha dhe Partisë Komuniste, të cilat sapo ishin futur në luftën civile dhe donte të gjente një rrugë të mesme për Shqipërinë, një rrugë evropiane. Mandej u dënua për këtë arsye, për këtë veprimtari të saj, megjithëse bota e çmoi, dhe u dënua me 20 vjet burg dhe me 18 vjet internim, qëndroi e pathyer edhe në hetusi, edhe në burg ku deshte të mbajë edhe një fjalë mbrojtëse, se nuk pranoi avokat, por nuk e lejuan. Pastaj një qendrestare në internimin e pashembull, 18 vjet, e ndjekur nga sigurimsat e shtetit, 35 sigurimsa ishin vënë pas, sikur ishte një armike, sikur kishte ndonjë rrezik shteti prej saj. Dhe mandej edhe një qendrestare e paegëtur, trimëresh, edhe ndaj sëmundjes, edhe sëmundja më doli kundër me kancerin e gjirit, u ende për spitalet e Tiranës dhe nuk e mjekonin sepse kishin urdhër nga lart që të mos e mjekonin. Gati 3 vjet e sorrollatin nga rrëshenjë në Tiranë dhe më në fund formalisht e operuan dhe nxorën me plagë të hapur. Kështu ajo mbaroi në vitin 1983, edhe si një heroinë dhe si një martire njëkohësisht. Kjo është mbyllja tragjike ose gjysma e dytë tragjike e jetës së Musines, por deri në vitin 1944 jeta e saj, familja nga e cila vinte, fliste për një situatë krejt tjetër, studimet që bëri në Itali. Shumë pyetje e saktë për të thënë, për të nxjerrë përpara teleshikuesit se si dolli kjo një intelektuale kaq e shquar nga një ambient e Gjirokastës, një ambient prapanik, oriental, me zakone prapanike, por ajo, siç e thotë edhe vetë, u edukua në familjen e saj, që ishte një familje super intelektuale. 2 vëllezërit e saj ishin profesor në liceun francez të Gjirokastës, se pastaj edhe në të Korçës. Edhe vllai I tretë ishte një Hamit, ishte edhe një autoritet I rëndësishëm. Gjyshis I ati I saj, Reshati, ishte jurist I shquar, kishte studiuar në Turqi, në Stamboll, pra një familje
intelektuale. Pastaj, kur u vendosën edhe në Tiranë që u kthyen këtu, ishte themeluar shteti i parë shqiptar nga Kongresi i Lushnjës, shteti i parë sepse formalisht pavarësia u shpall në 12-ën, po si shtet i pavarur në vitin 1920 dhe u fut fryma evropiane, institucionet evropiane. Këtu në Tiranë natyrisht ajo gjeti një ambient shumë të mirë, edhe nga që vëllezërit e saj, Vesimi dhe Mumtazi krijuan institucione kulturore, njëri atë librarin Venus dhe tjetri mesagjerit shqiptare, ku botoheshin shtëpitë botuese, veprat e shquara të shqiptarëve dhe të Musines, po edhe veprat e shquara të letërsisë botërore. Ishte një lidhje e hershme kjo me letërsinë, sepse Musineja e dashuronte letërsinë. Ja se çfarë shkruan ajo. Megjithatë nuk ndihesha vetëm, sepse nuk isha me të tjerë. Isha me veten, e kuptuar nga vetja, duke u gjendur në botën vetjake, në botën individuale. Flisja lirshëm dhe haptas me zemrën time, në një bashkëbisedim të thellë, në një monolog të ëmbël. Dhe ja tek jam, e lirë dhe e kënaqur. Ne e kërkojmë lirin jashtë nesh dhe në fakt ajo gjendet brenda nesh. Ishte një shkrimtare që jetoi dhe vdiq e lirë, pavarësisht se në internim. Dhe këtë liri e gjente më së shumti dhe tek veprat që ajo shkroi. E vërtet është edhe fryma e lirisë së saj, luftëtare e lirisë, pastaj edhe luftëtare për një Shqipëri të lirë dhe demokratike perëndimore, për ta shtrirë më gjerë, ishte tipari kryesor i veprimtarisë së saj. Dhe ajo e vazhdoi këtë frymë deri në fund të jetës së saj dhe vdiq edhe si një martire, por edhe si një, si thuash, shkrimtare e shquar brenda së cilës lëvronte liria dhe dashuria për tjetrin, për të tjerët. Sepse ndërkohë ajo ka shkruar edhe për letërsinë e kohës. Ndryshe nga letërsia e kohës, letërsia e saj ishte një letërsi krejt ndryshe, e lirë brenda saj. Kritikon për shembull letërsinë e realizmit socialist, që i shërbente politikës, i shërbente partisë e tjera, por ama dhe vlerëson vlerat edhe shkrimtarët e mirë të asaj kohës, si Ismail Kadaren, Zia Çelën, që ishte më i ri, poetin nga Konispoli, Bilal Xhaferin e të tjerë. Pra ajo dinte që e të shkruante vetë në mënyrë të pavarur, po e të vlerësonte edhe letërsinë që sapo kishte filluar të ishte një letërsi e mirë asaj kohe. Në vitin 1938, teksa ishte me pushime shkollore në Tiranë, Musine Kokalari, fare e re, shkruan një përmbledhje me 10 tregime, ku bie në sy folklori e folura Gjirokastrite, është pikërisht ky dhëllimth, me titullin siç më thot Nënua Plak. Dhe u botua në vitin 1939 dhe për këtë vëllim Musineja thot: pikërisht në këtë periudhë, me që më kishte rënë në dorë Bulkthi në Oxhak i Charles Dickens, shkrova novelën time të parë dhe ja paraqita profesor Giovanit, të cilin kisha pasur rastin ta njihja. I pëlqeu dhe më inkurajoi të shkruaja edhe të tjera. Dhe unë shkrova 10 në dialektin e vendit tim, ku pasqyroi jeta, mendimet, dhimbjet, bestytnitë dhe mrekullitë e këtyre njerëzve. Kështu na rrëfen për librin e saj të parë, Shkrimtarja e re, por ajo shkroi edhe shumë libra të tjerë, studime për letërsinë, pamflete për politikën, shkrime për emancipimin e gruas shqiptare. Ajo ishte ndoshta feministe e parë shqiptare. Po ishte dhe jo vetëm shqiptare, po edhe më gjerë. Sepse edhe kur ishte në Itali, ajo luftoi për emancipimin e plotë të femrës, sepse edhe në vendet e tjera zhvilluara, prapë femra nuk ishte tërësisht e emancipuar. Dhe vlerat e këtij libri të dytë, sepse ka shkruar edhe më përpara, e vlerësojnë shkrimtarët italianë, për shembull të citoj vetëm njërin, themi, Musine Kokalari, kam lexuar, rilexuar dhe vazhdoj të lexoj librin saj të mrekullueshëm, siç më thot Nënua Plak, me që e cituar. Është shkruar me të vërtetë mirë dhe ju paraqes përgëzimet e mia të gjalla, i shkruante ajo. Po edhe shkrimtarë shqiptarë si Lazgush Poradeci e të tjerë e kanë vlerësuar
veprën e saj. Po përpara këtij libri, ai në vitin 1937, 20 vjeç që ishte, pa shkuar akoma në Universitetin La Sapienza, botoi shkrimet e saj të para, të përmbledhur në një libër Tisha një lule. Dhe aty janë frymëzimet e saj të para të bukura, shumë të bukura, rinore, ku ai përshkruan në mënyrë realiste jetën e femrës, po dhe të gruas shqiptare, po edhe në përgjithësi të shoqërisë shqiptare, bashkohet me të varfrit, me të shtypurit, i mbron ata, por njëkohësisht nuk trishtohet sepse mendon që do të ndryshojë jeta në saj të përpjekjes të gjithë shqiptarëve, sidomos të intelektualëve. Dhe unë mund të citoj diçka nga ky botim i parë, Tisha një lule. Le tisha së paku një lule egër, midis rrugës dhe gurëve, pa kujdesin e të tjerëve. Një ditë do të shtypesha prej ndonjë këmbe njeriu, burr ose grua, e di, por s'ka gjë, një lule tisha dhe jo njeri. Është një filozofi e bukur e jetës së saj, për të bukurën, për lirinë, por edhe për sakrificën. Ajo është grua e sakrifikuar tërë jetën për të tjerët. Zoti Budka tani më janë të njohura pikpamjet e saj social-demokrate, por Musine Kokalari ishte gjithashtu antifashiste, një gjë për cilën flitet pak, dhe natyrisht edhe një antikomuniste deri ditën e fundit të jetës. E vërtet është, dhe kjo nuk është teksuar fare nga studiuesit e mëparshëm, bile e kanë mohuar deri në far shkallë. Ajo edhe kur ishte në Itali, me studimin e La Sapienza, ka kritikuar sistemin politik dhe personalisht dhe Mussolinin, që kërkonte të kthente lavdinë e perandorisë së mëparshme me pushtime mbi popujt e tjerë. Dhe po ashtu edhe në debatet që ka bërë ajo me studiues, politikan, italian dhe shqiptar, të cilët ishin të implikuar me fashizmin. Më lejon të citoj diçka, një dialog që bën me disa ushtarë italian që nisesin për në Shqipëri. Ne kemi një mision historik, thonë ata, të qytetërojmë Shqipërinë. Ne nuk ju kemi thirrur, thot Musinea, ju erdhët me armë, ne ju pritëm me armë, na pushtuat ata. Ne do ta civilizojmë vendin tuaj, thanë ata. As këtës jo kemi kërkuar, të na civilizoni me anën e pushtimit. Ne të rinjt po mësojmë dhe po punojmë ta civilizojmë vendin tonë, ju na pushtuat. Ju jeni prapa botës. Kjo nuk është një arsye që pushtimin ta quajmë shpëtim. Dhe jo vetëm aq, po ajo themeloi revistën Gruaja Shqiptare dhe botoi tregimin e parë në këtë revistë, ku i bënte thirrje grave shqiptare që të merrin pjesë në lëvizjen antifashiste. Pra ka qenë një nga gratë antifashiste më të shquara, ndryshe nga ata që përfituan nga fashizmi. Do të bëj një paralelizëm. Ajo ka qenë bashkëndzënëse me shumë gra të tjera të shquara në institutin Nëna Mbretëresë. Midis tyre dhe me Xhuglinin, Nexhimia Xhuglinin ose Hoxhën. Po ndërsa Xhuglini ishte regjistruar në partinë fashiste dhe punonte për partinë fashiste, kjo punonte për Shqipërinë dhe për lirinë e Shqipërisë kundër fashizmit. Nexhimia mbretëroi 50 vjet, ndërsa kjo vuajti tërë jetën për burgjet dhe internimet komuniste. Përmendët gruan e diktatorit, Nexhimien, me të cilën jeta i puqi në Institutin Mbretëror Nana Mbretënesh, Institutin e femrave, femëror Nana Mbretënesh, por ndoshta kalvari i vuajtjeve të familjes Kokalari nisi nga një fakt tjetër, fakti që ishin fqinj me Enver Hoxhën, i cili i përndoqi deri në fund Kokalarët. Fillimisht u vran 2 vëllezërit e saj, me atë që njihet si masakra e Hotel Bristolit, e mandej dënimi me 20 vite burgi Musines. Ne dikur kemi folur për këtë masakër bashkë, dhe është e tmerrshme që të pushkatohen njerëz të kulturës, njerëz që i kanë sjellë shërbime vendit, nga sistemi dhe në mënyrë të veçantë nga Enver Hoxha. Dhe pastaj edhe trashëgimtarja e fundit, Musine Kokalari, të trajtohet mizorisht, në mënyrë antinjerëzore. Bile Enver Hoxha te kujtimet e vegjërisë thotë dikur që unë doja ta zhduknja Musinen, po nuk ishte aq e lehtë ta zhduknja.
sepse institucionet ndërkombëtare dolën në mbrojtje të Musinesë. Megjithatë, ai e bëri të vetën si shumë të tjerë, femrat e institutit, gati të gjitha femrat e shquara të institutit Nëna Mbretëresh u dënuan nga regjimi komunist. Musine Kokalari e refuzoi Enver Hoxhën si bashkëshort. Ndoshta këtu ishte edhe piknisja e kalvarit të saj? Jo, nuk mund të them të njëjtën gjë, sepse nuk është vërtetuar plotësisht nëse ai e kërkoi. Ka disa ndërhyrje të grave, siç bëheshin në Gjirokastër, këto mbledhërit brenda gjakut. Musineja se përmend asnjëherë, por sepse ai nuk mund t'i afrohesh kur në atë kohë madhështisë në Musinesë. Megjithatë ai mund ta ketë dashur këtë gjë, po arsyeja është tjetër. Ai të gjithë intelektualët, njerëzit e shquar, studiuan në Perëndim e tjera që i bënin hije, midis tyre dhe familja Kokalari. Bile njëri prej tyre, vëllai Muntas Kokalari, thot bashtoja do të na zhduk neve sepse ne ja dim ato që ka bërë ai në jetën e tij, horrëllëqet e tija. Pra ishte tjetër ideologjia e Enver Hoxhës dhe si thuash karakteri i tij për të pushkatuar, për të vrarë dhe për të mbajtur pushtetin nëpërmes vrasjes. Thot Musine Kokalari, ju do të më dënoni jo se kam bërë faj, po se ju komunistët nuk lejoni parti tjetër dhe gjeni sebeb e thoni se doni të përmbysni pushtetin. Unë s'jam fajtore, s'jam komuniste dhe ky s'mund të quhet faj. Ti fitove në zgjedhje, mirë po unë në burg nuk duhet të jem. Qëndresa e saj pagoi kësaj një çmim shumë të rënd njerëzor. Pra dhe kjo është një arsye se ajo nuk u bë kurrë komuniste, ajo mbeti gjithmonë një demokrate, një mëtuese e lirisë dhe të drejtave njerëzore në përgjithësi, po edhe të drejtave të femrave shqiptare. Kjo është edhe arsye që ai e përndoqi për 38 vjet me radhë Musinen, por ajo mbeti e patundur, mbeti e pathyer, nuk kërkoi asnjëherë ndihmë, nuk kërkoi falje as në burg, as kur ishte në internim. Dhe vdiq me atë lirinë që thatë ju brenda vetes. Ajo ishte e vetë mjaftueshme për Musinen dhe kjo na bën ne të gjithëve që ta ndjejmë krenar veten për Musinen dhe të na jap forcë që në çdo situatë ta përballojmë çdo vështirësi siç e përballoi ajo si një martire. Zoti Butka, nuk dua të lë pa përmendur edhe vitet e internimit, vitet të vështira, po, më fal që të një pune të rëndë edhe të torturave psikologjike. Këtë drejt, por unë desha të them edhe një diçka që është karakteristike për dashurinë e saj. Pra Musineja ishte një femër intelektuale që e donte të bukur, vetë ishte femër e bukur, e donte të bukur, dashurinë dhe pati një dashuri për një student italian kur ishte në La Sapienza. E donte ata, por më në fund ata u ndanë në mënyrë qytetare. Arsye e ndarjes ishte sepse ai u inkuadrua në ushtrinë italiane dhe u dërgua si ushtar, siç erdhën këtu në Shqipëri ushtarët italianë për pushtuar, ai shkoi në Afrikën e Veriut. Këtu filloi thyrja e parë. Ai shkoi si një pushtues dhe ndoshta mund të kishte vrarë dhe njerëz. Megjithatë, kur u kthye, vazhdoi kjo ndarje e tyre dhe më në fund ajo si një qytetare e lirë, si një grua që çmonte më shumë lirinë e shpirtit sa edhe dashurinë. U nda nga ai dhe kjo ishte arsye kryesore, pa ndonjë dhimbje dhe bile është ajo fjala e famshme, unë jam e lumtur që u ndava pa dhimbje. E ndjente veten të lumtur sepse u kthye te vetvetja, te liria. Dhe ja çfarë shkruan Musineja për dashurinë. Dashuria nuk është tjetër veç një ndjenjë që jeton në vetvete e që ushqehet nga vetja. Prandaj është vetjake, kur thyet pa mllef. Ndoshta është momenti më i bukur i dashurisë. Nëse dashuria është e bukur siç thon, më e bukur akoma është liria e shpirtit. Janë shumë të bukura këto rrjeshta të dashurisë dhe të lirisë. Ajo çmon më tepër nga të gjitha lirinë e shpirtit, lirinë njerëzore, natyrisht dhe dashurinë, kur ai shërben përputhet me lirinë. Është një mësim për të gjitha femrat shqiptare dhe më tjera akoma. Zoti Butka, unë falenderoj që ishit në një grush librash. Le të jetë kjo bisedë jona si një shtys për të marrë në dorë Musine Kokalarin një yllësi dhe për të njohur veprën edhe jetën e kësaj gruaje të jashtëzakonshme. Faleminderit. Edhe unë ju falenderoj juve
që e bët këtë bisedë me mua si autori këtij libri, me dëshirën që ky libër të lexohet jo vetëm nga brezi i vjetër, por dhe nga të rinjt, për të mësuar për jetës së saj, jo vetëm si një intelektuale e shquar, jo vetëm shqiptare, po edhe me gjëra evropiane, por njëkohësisht edhe për të mësuar nga qendresa e saj si një martire dhe që përmbushi të gjithë idealet e saj me një përpjekje të jashtëzakonshme. Ju falenderoj. Edhe unë gjithashtu.